Fatkeqësisht, unë në këtë rast po flas si një qytetari thjesht, pa qenë i përfshin pjesën politike dhe pjesën tjetër që e ofroj shërbim, sigurisht që nuk kisha dashur në këtë zgjedhje, po fati është i tillë që po shkojnë drejt rrugës së domosdoshme të zgjedhjeve. Është shumë e mundimshme, është shumë e lashme, po fatkeqësisht është treguar një mosgatishmëri e qeverisjes edhe mosaftësi e qeverisë dhe mbajtjes së institucioneve. E këtë edhe të rrezikimit të institucioneve të shtetit Kosovës. Zgjedhjet që pritet në banë, nëse mbanë, edhe me gjatë do të mbanë, po ta shtojmë vullnetin t'jesh ma i vendosën se sa në zgjedhjet e kalume? Unë qoftë se jam politiku, se si jam politiku, nuk kam e hesht. Si natyrë e tillë jam që kur nuk pajtohem edhe kur e ngriti zonën ato ku më japet mundësia edhe ku jam. Do të jem pjesë e politikës, nuk e di, kam e rivlerësu prap. Dallimi i garës kaluar me këtë garë, po them. Ta ka rrit, do të arrit ma shumë vullnetin kjo gara, po... Gara ime si kandidat për të putet për Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë vendimi shpejt i imi, po ka qenë një motiv shumë i madh pritja, mbështetja qytetarëve, vullneti tyre për të mbështet, më ka jap një ndjenjë krejt tjetër karshi atyre. Cila është kjo ndjenjë për një garues për të parë në politikë? Që është ndjenjë mirë kur ty me 10.000 vota ke mbi 13.000 vota ke marrë. Është ndjenjë mirë kur ti 13.000 vota njerëz të kanë votuar dhe të kanë mbështetur. Vetëm me i numëruar shumë, ka shumë vota që unë i kom marrë edhe nuk e kom ditë, as nuk kom mujt as me telefonu, as nuk kom mujt me i taku, se është e pamundur për 7 ditë fushat me i marrë 13.000 vota. Unë nuk kom rri edhe shumë njerëz që i kisha njoftuar se që unë jam garë. Po është ndjenjë për një me që ty të ashton motivin, si kur që atash ma në shëndetësi që ti me ngrit zonën për ata njerëz. Mos me hesht. Po, mos me hesht. Shifra prej 13.000 është konsideroj që është mjaft e madhe që mu më ka jep motiv mos me hesht karshi padrejtësive, paknaqësive njerëzve cilët për ju ofruat sot për kësaj qeverisje. Shihemi shpejt, besoj, në emisionet e ardhshme që mund të kenë karakter edhe elektoral natyrisht. Faleminderit, doktor. Faleminderit shumë me kënaqësi.